Dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut është përdorur nga përfaqësues të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për të bërë apel të fortë që Shqipëria të respektojë parimet ndërkombëtare në këtë drejtim. I drejt për drejt ka qenë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandar Arvizu, i cili ka kërkuar ndjekje penale për trafikantët e qenieve njerëzore, në kushtet aktuale të së cilës e fusin Shqipërinë në listën e vendeve nën vëzhgim nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Raporti i dash për Shqipërinë vendosi vendin tuaj në listën e shteteve nën vëzhgim. Ne inkurajojmë qeverinë që ta kthejë insistimin e saj në një punë më të madhe, më shumë ndjekje penale kundër trafikuesve, si dhe një ndihmë më të madhe ndaj viktimave të trafikimit. Policia e shtetit shqiptar ka treguar një përmirësim për trajnimin e të burgosurve, por policia do të punojë më tej për t'u përgjigjur dhunës kundër grave. Më lini të jem shumë i qartë që të drejtat e njeriut janë një çështje shumë e rëndësishme. Ato janë pasgjithshmërisht të lidhura me thelbin e sigurisë kombëtare. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkoi zgjidhje të përhershme dhe për familjet rome, ndërsa bashkë me ambasadorin e BE-s Ettore Sekuj theksuan respektimin e LGBT-s. Për të drejtat e njeriut në Shqipëri, Sekuj tha se Bashkimi Evropian ka akorduar në vazhdimsi një sër fondesh qeverisë shqiptare, por tryeza organizuar nga avokati i popullit ska lënë jashtë dhe aspektin politik, kur shkeljet të drejtave të njeriut deputeti Albana Vokshi ka cilësuar dhe vendosin e fotos së diktatorit Hoxha gjatë homazheve në nder të 29 nëntorit. Për këtë replika e përfaqësuesit të qeverisë Seli Bashi ka qenë e menjëhershme. Patëm dhe politikë, se ne shqiptarët jemi mësuar që në dasëm të bëjmë dhe politikë dhe nuk ja kursen vetes dëshirën e madhe për të bërë politikë dhe në një dasëm. Por përpos kësaj, qeveri dhe opozitja janë angazhuar në përpjekje maksimale për të thelluar bashkëpunimin në respektimin e të drejtave të njeriut. Por më së shumti, kjo është një çështje që duhet të shkojë përtej çdo agjende politike, e cila duhet të uli të gjitha karhet e saj për të gjetur mekanizmat e nevojshëm që do të sigurojnë mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Gjë rastin këtu të theksoj se mbrojtja dhe përfaqësimi i interesave të grupe vulnerabël janë një angazhim konstant i kësaj qeverie dhe në këtë kuadër ai do të mbështesë çdo projekt të avokatit popullit me këtë fokus.